Trendi përdoruesve të drogës në vendin ton është në rritje të vazhdueshme. Këtë e potencojnë si në Ministrinë e Shëndetësisë, ashtu edhe organet që merren drejt për drejt me këtë fenomen. Sa i përket Gjakovës, numri i përdoruesve tani është më i vogël dhe është në përkujdesje të institucioneve që merren me luftimin e kësaj të keqe. Në komunën e Gjakovës aktualisht si konsumus që janë të evidentuar në regjistrin ton, në librin e mjekësor janë 40 pacienta. Për këtyre 40 pacientave, 17 pacienta ndodhen në programe metadon. Një ndër vjet është larguar një herë për gjithmonë nga kjo, si edhe për çdo muaj kum pru vendim që t'ju zvogëlojmë sasinë e metadonit, domethënë në mililitra. Me kjo duhet t'ju shpjegoj se pacientët kanë nisë të vëdësohen që duhet një herë për gjithmonë të largohen për kësaj dukurie negative. Droga më e përdorur rezulton marijuana, më pas vijnë heroina, kokaina apo edhe drogat e tjera. Në shumë raporte ndërkombëtare, Kosova identifikohet si vend tranzit për kalimin e drogës dhe të substancave të ndryshme narkotike.